Kur është diskutuar çështja e ciljes së opozitës në kuvend, në kushtet kur kryeministri Edi Rama vijon edhe në rastin e Këshillit Mandatit, të fitoj kohë me numrat e tij. Në seancën e fundit nuk pati normalitet në parlament. Cila do të jetë sjellja e opozitës në parlament? Ju do të riktheheni më në tryezat e reformës zgjedhore, në tryezën e reformës territoriale dhe do të vijoni sjellje normale në parlament, apo me ngjarjet e fundit që kanë ndodhur nuk ka, si të thuash, kthim pas në një sjellje normale të kuvendit? Parlamenti do të shtrohet në tempullin e lirisë të shqiptarëve, siç është në kushtetutë. Betejë jonë vazhdon në parlament, rreth ti, jashtë ti dhe kudo. Thash, kur ndonjëherë nuk jemi gjetur kaq rrugë shtruar dhe punë mbaruar, po të themi kështu, si kësaj here për të nisë betejën tonë. Në parlament, ajo që pat ju, erdhi pasi u mbyll çdo hapësirë ndaj deputetëve të opozitës. Mbrapa çfarë ndodhi? Edi Rama, pasi mori pushtetin gjyqësor me gjykatën kushtetuese, mori parlamentin. Bllokoi heqjen e imunitetit, duke shkelmuar me të dy kamët rregulloren e parlamentit, e cila në mënyrë taksative detyron kryetarin e parlamentit që sa po të marrë kërkesën për heqje imuniteti dhe arrest të deputetit apo ministrit, t'ja dërgoj këtë kërkesë për shqyrtim Komisionit Imunitetit dhe Mandateve. Dhe Komisioni Imunitetit dhe Mandateve shqyrton kërkesën dhe është i detyruar sipas rregullores brenda 2 javëve të paraqes raportin në seancën e parë si pikë të parë të renditëdisë të seancën e parë të parlamentit pas hartimit të raportit. Edi Rama, në mënyrë që s'ka ndodhur kurrë, i tmerruar, pezulloi punimet e Komisionit Mandateve, Këshillit Mandateve, Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve, pezulloi papritmas punimet, nuk caktoi datë tjetër për të mbledhur Këshilli dhe deklaroi dje se ajo çështje kalon kur do na hy pas vendimit të gjykatës që i dha licencën për të vjedhur. Lubi Ballukut i dha licencën Edi Ramës për të vjedhur, i dha licencën për të kërcënuar dëshmitarët, për të falsifikuar dhe manipuluar dokumentat. Pra prandaj thash, janë bërë të gjitha, jemi tani më të kthjellë se kurrë. Pra, për ta kuptuar se kjo është e pyetja, në këto kushte, a ka kuptim që të vijohet me një sjellje normale në parlament, edhe në kohën kur nesër pritet të përjashtohen shumë deputet të opozitës? Dhe këtu për ta vazhduar pak pyetjen, ka një druajtje të opozitës nga ambasadat që ndoshta nuk po e skalon sjelljen e saj në parlament? Kush? Druajtje të opozitës nga ambasadat, nga reagimi që mund të ketë ambasadat nëse do kishte një eskalim të situatës në parlament? Opozita e ka shumë të qartë që Edi Rama po bën çdo gjë për të mos e kaluar në parlament këtë. Kjo nuk ka dyshim. Spostimi sipas tij dhe jo sipas parlamentit, sa i mori është puç. Këtu kemi të bëjmë me një puç antikushtetues. Ai pasi mori pushtetin gjyqësor me një vendim korruptiv të gjykatës kushtetuese, ai mori parlamentin, pushtetin e parlamentit. Pezulloi. Dhe tha pas vendimit gjykatës, që jeni sigurt që mashtron, po nuk ka rëndësi për ne. Rëndësi ka që kreu një puç, mori pushtetin e parlamentit. Për sa u përket qëndrimeve tona, ne nuk bojkotojmë parlamentin,
luftën ta bëjmë brenda në parlament, me të gjithë fuqinë tonë, me të gjithë mbështetjen tonë. Ne do e shtrojmë parlamentin përsëri në tempullin e lirisë të shqiptarëve. Ne, e kam deklaruar, nuk marrim pjesë në asnjë nga komisionet në të cilat negocioheshin reformat me narkomazhorancën. Por parlamentin nuk e bojkotojmë, do zhvillojmë luftë dhe betejë aty, si kundër, në shesh, në rrugë, në greva, në demonstrata, në gjitha format. Tani, nata dhe dita, toka dhe qielli janë tonat. Nuk ka më. Ja. Opozita është e vendosur, e betuar të përmbush misionin e saj. Pyetje tjetër? Juftoj ta përcjellni atë protest me dashuri dhe simpati. Mirupafshim.